Shqiptarët e institucioneve europiane, mbrëmjen e sotme do t'ju njohim me një tjetër personazh, quhet Friskida Ikonomi, ka aplikuar nga Franca dhe është seleksionuar për një stazh 5 mujor në Parlamentin Evropian. Ju ftoj ta ndiqni në edicionin e radhës, do të jemi sërish së bashku. Pushimet përveç se të nevojshme mund të jenë edhe të dobishme. Gjatë pushimeve mund të lindin ide të reja dhe të rëndësishme për karrierën tuaj. Gjatë sezonit të verës, ABC News kthehet në frymëzues të ideve të reja, duke ndezur pikërisht atë shkëndi që ju bën të ndërmerrni hapa të rëndësishëm që ndonjëherë mund të ndryshojnë krejtësisht rrjedhën e jetës suaj. Ne kemi përgatitur një cikël portretesh të rinjve shqiptar që janë seleksionuar për të bërë stazhin apo trajnimin në institucionet europiane. Si kanë aplikuar ata dhe çfarë kanë përftuar gjatë eksperiencës së tyre në institucionet europiane, le ta ndjekim së bashku. Më quajmë Friskida Ikonomi, jam 26 vjeçe, jetoj në Francë prej 13 vitesh. Kam studuar biznes ndërkombëtar në gjuhë huaja, anglisht, italisht dhe spanjisht. Aktualisht po bëj një stazh 5 mujor në Komisionin Evropian në drejtorinë e seleksionimit të personelit. Aplikimi është shumë i thjeshtë sepse ne mund të shkojmë në website-in e Komisionit europa.eu dhe aty janë gjitha informacionet, plus interesi im për të bërë një stazh në institucionet europiane, më shtyu mua që të shkoj t'i kërkoj këto informacione. Kandidaturat janë të hapura për të gjitha shtetet, qoftë europian, jo europian ose nga vende jashtë Europës. Procedura ka 2 faza, është faza e preseleksionimit dhe faza e seleksionimit. Për të aplikuar për një stazh në institucionet europiane, duhet që të kesh minimumi një bachelor degree, domethënë 3 vjet minimumi, dhe duhet të flasësh gjuhët e punës në institucione që janë gjermanisht, anglisht e frëngjisht. Punoj në drejtorinë e seleksionimit personelit të institucioneve. Unë më shumë kam punuar në një program që jep shansin zyrtarëve europian të ngrihen në grad. Domethënë duhet të kalojnë disa procedura, disa provime e tjera. Plus kam bërë dhe projekte tjera, nuk është vetëm kjo. Kam kontribuar në krijimin e sitit internetit, sepse është një projekt që duhet të finalizohet në muajin tetor. Plus brenda institucioneve ka një rrjet social që quhet Jamër dhe aty unë kam bërë krijimin dhe koordinimin e faqes tonë. Përveç kësaj në komision ka shumë stazhierë, jemi afërsisht 630 diçka e tillë, dhe kemi shumë nën komitete, organizojmë shumë aktivitete, për shembull kemi nën komitetin e karrierës, nën komitetin e fotografisë, muzikës, nën komitetin që organizon udhëtime gjatë weekendit etj. Unë kam marrë pjesë nën komitetin e karrierës. Qëllimi ishte që ne të organizonim sa më shumë evenimente, konferenca, takime me profesional për t'i dhënë këshilla stazhierëve, si të bëjnë një CV, si të shkruajnë një letër motivimi kur aplikojnë për punë, si të krijojnë kontakte etj.
personale, sepse kam takuar shumë njerëz me nacionalitete ndryshme. Nga ana profesionale, unë pata shumë shans që u seleksionova në këtë DG që merret me seleksionimin e personelit. Plus që unë dua që të bëj karrierë në këtë fushë. Për shembull, nëse unë kam klientin tim, duhet që atij t'i gjej kandidatin e duhur dhe më pëlqen sepse është një punë që ka shumë sfida. Bruxelli më pëlqen shumë sepse është multinacional. Më pëlqen bira. Bira, patatë të skuqura, çokolata. Çfarë nuk më pëlqen në Bruxelles është koha. Koha nuk është shumë e bukur. Mirë po njerëzit janë shumë të dashur. Time dua që të aplikoj ose në kompani ndërkombëtare, private, ose në sektorin publik, nëse unë gjej diçka nëpër institucione. Dhe pse jo, do ishte shumë mirë nëse unë do punoja në drejtorinë e zgjerimit të Europës, dhe pikërisht për Shqipërinë. Do ishte fantastike.